Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV, jemi këtë të martë në emisionin Kuven. Kësaj radhe do të sillim një nga ngjarjet që ka ndodhur pikërisht në maj të vitit 1973 në ish burgun politik të Spaqit. Është revolta e famshme antikomuniste me ish burgosur politik në një nga vendet që shpeshherë kemi konsideruar si Auschwitz-i shqiptar. Çdo vit ka një lloj përkujtimi për këtë ngjarje. Është një ngjarje e madhe, vërtet që sjell dhimbjet, por sjell edhe sakrificën, por edhe kauzën e njerëzve të cilët ishin të burgosur për bindje politike dhe mbase ku për herë të parë artikulohet që Shqipëria të jetë në xhirin e Evropës dhe ngrihet edhe flamuri kuqezi pa yllin e kuq në ballë të tij. Është përkujtuar në drejtimin e shoqatës antikomuniste të përndjekurve politik Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, me Bashkinë Mirdit, Bashkinë Lezhë, Autoritetin për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, Institutin e Integrimit të përndjekurve politik dhe Fondacionin Konrad Adenauer. Ndërkohë që kanë qenë pjesëmarrës dhe kanë mbajtur fjalën e tyre dhe ambasadorët e BE-s, të OSBE-s, Polonisë, Zvicra, Suedia, personalitete qendrore dhe lokale, po ashtu një grup studentësh nga Fakulteti i Arteve në Tiranë, si dhe aktivistë të tjerë të ndryshëm nga organizatat e shoqërisë civile. Ky aktivitet është i veçantë sepse ka dhe një demonstrim artistik, koreografik, pikërisht duke sjell revoltën e atyre ditëve, 3 ditëve të famshme të majit të vitit 1973. Fillimisht le të sjellim një kronik, pikërisht me 21 maj të këtij viti. Ndiqeni atë. Bashkimi Evropian pret që Shqipëria të zbardhë dhe ndërshkojë krimet e komunizmit dhe të trajtojë me status të veçantë ish të përndjekurit politik. Ky ishte mesazhi i ambasadorit të Bashkimit Evropian në vendin ton, Silvio Gonzato, gjatë aktivitetit përkujtimor të organizuar për 53 vjetorin e revoltës së Spaqit në Mirdit. Diplomati evropian zgjodhi të flasë pas telave me xhëmba, simbol i diktaturës së egër komuniste në këtë vend. Duhet patjetër që të ketë një vend ku të përkujtohet heroizmi atyre që dhanë jetën për këtë Shqipëri, ruajtja kujtesës dhe së shkuarës është një drejtë themelore. Ka ardhur, madje ka kaluar koha që ky vend, ku shumë njerëz kanë vuajtur dhe kanë dhënë jetën, të kthehet në një vend përkujtimi. Gjithashtu duhet drejtësi, jo vetëm për ata që mbijetuan, por edhe për familjarët e atyre që humbën jetën këtu në kërkim të lirisë. Po ashtu, ish të burgosurit politik duhet të trajtohen me status të veçantë. Trajtimi i këtyre çështjeve është ajo çfarë pritet nga Shqipëria për të ardhmen e saj. Edhe ish të përndjekurit politik kërkuan që të zbardhen krimet e komunizmit dhe të trajtohen me pension të veçantë. Mas 35 vjet demokraci të rrinë eshtrat pa gjetur, do të thotë për mua është i krim. Në 50 vjet kam me gjallë për i nesh, por mi dhoni pension dignitos. Vazhdojnë të më persekutojnë hala, sepse unë kam qenë shumë i egër në burg, duke mbrojt ngjyrat e kombit dhe flamurit tim. Kryetari i Bashkisë së Mirditës, Albert Mëlyshi, kërkoi që ish burgu i Spaqit dhe e kaluara komuniste të marrë vëmendje, ndërsa përfaqësues të qeverisë dhe autoritetit të dosjeve premtuan veprime konkrete për këtë çështje. Askur se ka menduar që mund të ketë turizëm për të merret e komunizmit, por i shërben edhe zonës, edhe komunitetit në interes të tyre për ta kthyer këtë vend në një pelegrinazh të përditshëm, të përvitshëm, që duhet kërkojmë fort, e të ngrijmë zërin fort që të mos harrohet ajo çfarë ndodhi, se shpesh duke harruar mund larg, o Zot, po mund ndodhi që edhe të përsëritet. Ne kemi zhvilluar disa takime ku besoj do procedojmë shumë shpejt me ngritjen e një strukture që do merret në bashkëpunim me një bord i cili do merret me gjithë pjesën e menaxhimit të saj për të sjellë programe edukative, për të sjellë ekspozita muzeale, për të folur më shumë për historinë e kësaj hapësire. Kemi nxjerrë koleksionin e plot arkivor
Për sa i përket burgut Spaçit e çdo të dënuarin në mënyrë të padrejtë, kemi marrë 70 dëshmi, do vijojmë të marrim dëshminë e çdo ish të dënuari që ka qenë me për fat të keq këtu në këtë burg. Në 53 vjetorin e revoltës antikomuniste të Spaçit në Mirdit, u improvizuan skenat të asaj dite, si dhe u ekspozuan foto dhe dëshmi të ish të përndjekurve politik. Me thirrjet, poshtë komunizmi, e duam Shqipërinë në Europën e lirë, më 21 maj të vitit 1973, të burgosurit jo kundërvun policëve, që po torturonin shokun e tyre Pal Zefin, dhe morën nën kontroll kampin. Revolta tyre zgjati 3 ditë me radhë, por në fund ajo u shtyp me terror dhe në shenjë hakmarrje. Pushteti ekzekutoi 4 djemë të rinj. Pal Zefin, Dervish Bejkon, Skënder Dajon dhe Hajri Pashajn. Tani kam sjell nga koleksioni 2 dokumentar. Dokumentar që kanë të bëjnë me shënimin e kësaj historie 3 ditë e famshëm drejt lirisë në Spaçin e vitit 1973. Dokumentari i parë vjen nga Kujto.al, është një organizim i shkëlqyer në 50 vjetorin e kësaj ngjarje të madhe dhe të trisht, ku vinë dëshmit e njerëzve të kohës dhe që kanë vujtur në burgun e Spaçit. Ndërta shkrimtari i njohur Visar Zhidi, është Gjevat Lohja, Zenel Drangu, Ylber Medani, Tomi Kondakçi, Gjet Kadeli, Pavlo Popi, Gzim Qela. Është një dokumentar i sjell me skenar të Luljeta Progni dhe regjia Pandeli Qeqa. Pra ndiqni këtë dokumentar sepse e sjell jo vetëm atë ngjarje, po edhe konfigurimin e burgut të Spaçit dhe çfarë ka ndodhur në këtë burg pikërisht në 50 vjetorin e kësaj ngjarje të përkujtimit të revoltës së Spaçit në vitin 1973. Ndiqni. Mendoni një vend të rrethuar me male, disa gropa në male, si gryka, si goj për binçash, ato ishin minierat ku futeshin rreshtat e gjatë të burgosurve për të punuar, kurse kampi i rrethur i gjithë me tela me gjemba, jo një rrethim, jo 2, jo 3, por janë 9 rrethime, tamam si rrethimet e ferrit, rrathët e ferrit të Dantes, por vetëm ferri Dantes është shumë i bukur, shumë artistik se sa ferri i diktaturës shqiptare. Marshin e të shtosh të veshin sipër në tavolinë të sipër, me një bisht kasmet, të hishin edhe sharap të torturo në të kasëm në themër kamps. Ata që e kanë pagu e din. Ujës kishin pi, edhe qesmit i kishin hap, me një fjallë qëllimisht,
që të nihet uji që ne. Aty e kam pa vedin ma më shëku në jetën të më thash, veç pi uji herë dhe let dese nuk e ka gjonë të. Për ujin me pirit, për ushqimin e keq, për trajtimin a i vinde se flinjet i që kise qenë, turni i dytë për shemblë, ose kështë ardhë vonë, ose a i thërisë, ajde, qoni ku du që më pesin zitë. Trajtimi njerëzor dhe kryesisht çështja ushqimore. Pra se në ushqimin, dhe me dhonë vaj, kanë prunë një lloj sallët, ka kënë si punë garasojet. Do shetë në gjithet majtë të malit. Dimër të borshi, edhe gjeni më ratë në galeri vetën. Sepse qenë të dënuarët e pasja. Nuk në lejeshe. Kapanonet e spaqet besoj të pata. Ato qenë pa dritare, pa... Jetonin 53 veta një kapanonet. Allo ma qetet me 4, 53 veta brenda. Me 3 kate, me e kura si qenë. Kam të bërë që kërë. Mëse ishte fatin dytë. Ku ishte një që punë, ju sheku dhe badania. Por me që ushtu kapacitetet i njerëzve nuk të zishin me, atër shtu në një tonë tjetër. Atër ishte shumë të këthjet një të shkarë që të hypshe të fjetur atjetër. Atër tjetër, të rishë të babës, se kur ngreshë, të ta kohën kohën, të fanë. Qofsh mallkuar, mos paq sy, jetë mos paq, spaq, vënd tragjik i mos pasjes, vetëm telat me gjëmba mbin këtu, se dhe gurët kanë uri, Bakau, Uhenvald, o Zhvenicje. Vëruani emrat luleve që do qelin gjëmbat në pramberën e burgosur. Do hyë në frontin e punës, ajo që të gjithë të burgosurit e kanë proverbiale zona e dytë, Minier Piriti dhe Bakri, ku temperatura shkonin 29 gradë, 50 gradë Celsius. Aty do punoj i gjveshur si Adami dhe do dilje pastaj, ashtu do hidhi një qoplet gjatë mundje në temperaturat e ulta në dimër, minus. Ishte një skëter, të çdo i burgosur shikoje një krisht që po masakroj. Ky është vagoni i cili në zonën e Piritit ngarkohesh me Pirit që i kishte një peshë shumë të rëndë, kurse në zonën tjetër ku ngarkohesh me Bakar. Imagjino që çdo galeri të një minatori kishte 8 deri në 10 vagona. Të gjithë këto vagona mbuleshin pas plasjes së minave që i bëshin minatorë të lirë, gjithë material, qoftë Pirit, qoftë Bakar, do ngarkohesh me lopat në vagon edhe do nxirresh për jashta minierës. Ishin 7 deri në 10 vagona brenda një turni, të cilët do shtyheshin me krah e me mundim të madh. Shumë vështirë për me arrit, për më kap cikli. Po su kap të cikli, ke pas në shkim. Dhe në shkimi ka kënë dhe një muj biruc. Birucat kanë kënë një atje, 4 biruca, dhe si mas njerëzve atëherë kanë majt edhe biruc ligun, kam shëdush 10 dit, dhe kozjatja ka kënë një muj. Mas i muj kanë zjarri dita 2, nëse ka urejt, komanda ka pas urejtje për ty si person, ka fut mas 2-3 ditëve po përsëri biruc. Që piskujdimi, si për ku kanë qenë birucat. Këtu ishte kodra, edhe këtu që mori birucës, në gjitur në kodrë. Shira, dëbora, qërit një kolonin, ishin pas morit. Po biruca e fundit, që me keqja,
Sepse kishte edhe atë krah me akull dhe këtë krah me akull. Dhe ti kishe vetëm 2 batanie. Të flinje ishte vdekje. S'to ngrishen nga e ftohta. Me lidhen mua edhe një beqërogje. Na futën ne ajo që ai kapanoni i ushimit, rapa që ajo që shkonje në Biruca. Na vuna lidhi atje. Edhe beqërit i ratë fikët. Ju mbulua mishi, ai ekuri nga mishi intu. Tortura me madhe, sinqerisi ishte kur ti ishin ekurat, e fillon të qarkullimi gjakut. Për pelites e 2 orë të tëra, gjërsa vite në normalitet. Më vonë një drasë në Kuris, me 2 perona. Me 2 perona që më futën në mishat. Edhe hypnin vite, në drasë e bënë si kolovajzë. Deri këtu arin të kafshëria atyre. Biruca është e shkret, ka 4 mure të zbrazta, 1-2 shemet të zbrazët, bënde vendet të kalbur ku dalin miza dheu, po edhe minjë, dhe ti miqësohesh edhe me minjët aty. Ajo është në dhe, gati e gjitha. Ka një dritare me frejnë gjithë të vogël që është rafsh me tokën. Aty njeriu ka një alarm të brendshëm. Çfarë duhet bëj? Si mund ta çoj veten tek e nesërmja? Nuk duhet bësh asgjë. I uritur dhe i lodhur. Dhe i kërcënuar me smeret vesh me çfarë? Me heshtje, me vdekje, me të gjitha të këqijat që të vinë ndërmend. Dëshmia e Pal Zefit në hetuesi. Si mbarova dënimin disiplinisht. Më 20 maj i kërkova roje së brendshme të më nxirrte nga Biruca. Roja më tha që nuk do të më nxjerrnin, e aty kisha për të vdekur. Në nesërme në mëngjes. Roja i brendshëm kur erdhi të më heq batanijet si zakonisht. Harroj derën e Birucës pa e mbyllur me kyç. E la vetëm me shullin nga jashtë. Ju shmanga rojes. Hapa shullin shpejt dhe dola nga Biruca. Ishte mëngjes herët, rreth orës 5:30, të datës 21 maj 1973. Gjeta një shufër hekur janash Birucës. E morra dhe unisa. Unë gjita mbi terracën e banjave. Roja bërtitje dhe më urdhëroi të kthehem në Birucë. Unë i thash se gjallë nuk hyja më në atë Birucë. Pas pak minutash, në kamp hyri oficeri operativ me 5-6 policë. Më bëri thirrje të hyja në Birucë. I thash të mos afroheshin se do i godisja. Në këtë moment më është afruar i dënuari Mehdi Noku për të më kapur, por e godita me shufër në krah. Më është afruar edhe një polic, por edhe këtë e kam goditur. Më kanë kapur policët e tjerë dhe më shtrin në tokë. Në këtë moment, disa të dënuar të tjerë, që ndodheshin në 10 metra larg terracës, të cilët po përgatiteshin të shkonin në punë, sulmuan policët, duke më dalë në mbrojtje, duke më hequr nga krahët e policëve. I ditë prej diç që ishin në Biruca këta të 2 vllaznit, i marrin forcërisht pe Birucët, të i shtynë e të i kështu për me i ba me dalin punë. Aty ka nërhy Pavla Popa. Në i fjallë. Qabani më e tha kështu, po pse i merri këta njerës kështu tha gjena. Futën Pal Zefi e Gjok Zefi në Birucë, 2 vëllezër këta. Dalin nga Biruca, në zerën nga Biruca. Me njerë do në me fut, psa i qesin me futën në Birucë, prap. Si regull, duhet me dalë për i Birucët, në nejtë dita, 2-3 ora, 4 orë, mu la, mu pasrov që punsh, e do në me fut i thachun, nuk ashtë e drejta kjo,
kanë drejt njerëzit me dalë mu pastru, me këshipunsha në këtena. Ata e dim, në këtena filloj aty filloj revolta e Spaçit. U turën policët me ka palin. Burgos nëse që ishim u turën për me pështu palin nga dorë të policëve. Fjale që kanë ardhur policë me edhe shtu shokët tonë. Dalim nga dhomët ku rishim edhe ja hoqim policëve nga duart burgosim dhe i morim hekurat. Atëre policët e panë vetëm që këtu nuk bëka gjë se komandën fuqinë e kanë burgosit edhe i ikën policët. Nuk që asgjë e para përgatitur, që spontane e gjitha, 21 maj. Dhe doli të një parë në punë. I bindëm me ato. Kur ardhi a i qenë feqërsheu, a i filloj me të prepotencën e komunistave. Edhe nuk u morë veç me të burgosit, atëre filloj. Ardhi e të unë që kisha në punë edhe. Tani përleqa filloj këtu, edhe thot Theofilagjika. Si bre ta lem në djalin tonë të na i marrin në sytë tonë, edhe me shkop të vinde usull tarti parje, pasaj usullën. S'ka nevoj të përmen, ne kishim trima që anin hekurin me dhemve, jo mos anin ata të atilët. Dhe policët kanë hangër grushtat të përfshiktu edhe operativin. Kapelja të cilit prej atje ke shkallët e ka ardha kara këtu ke nevojtoret, se këtu kanë qenë banjot. Me grushta, me shtjelma, e ranë plinda, e ranë grop kjo oficerojës, kjo Fedziliçka ishë po operativi zonës. E gjujten tanë më sënër aty, rëmuj kështu, për në punë është për me pa tanë e gjujten. U përlezën me policët, i lanë kapelit policët, edhe ikën. I pari ishte Fezi Liçoja, oficeri operativ. A një e futi me një levaj, ja rëzoj kapelën Palzefi. Ne të burgosi i thoshim, hajde se latë yllin, simboli komunist këtu. Ju duhet të vdisni e mos e shuartë. Thrasin ajde Pavlo Popi të eroj mrenshme. Edhe unë nisën të eroj mrenshme. Dhe Rëshbeko, nga Përgadeci, doli kapi mu. Ku po shkon? Po shkoj, thashe të eroj mrenshme, po më thrasin Pavlo Popi të eroj mrenshme, të veqerojës. Po ku po shkon tja tje? Po shkoj, thashe në dërvish, i thashe pse mos po bat një rëmuj, mos po bat ma të epre, po shkoj, i thashe, qa po më fusin biruz, po më rafin, i thashe, po më dënojnë 2-3 vjetë, ma mirun se sikur se ma njët e zemrë, se po qohet e revolta, po qohet mileti, e po bat e madhe, si që ba. Ja, thot që polo ti ke hi për ne, thot, e më të njëm në aty vetëm, thot, më shku atje, thot, shanse nuk kam kap, këm, shme me forës me qasë, shme len më shku aty.
Policë, 4 policë dolën. Mbas pak minutash, një grup 3-4 vetë nga burgosin politik, të cilët unë nuk i njifshëm, janë ngjitën, kanë kapërcy telat në xhema dhe kanë hyrë ke Biruta, kanë hap derën, kanë nxjerrën ata të burgosën që i kishin futur në Birus. Që është në mëngjes, ata që u përplasën në policinë. Ndërkaq, pa fronte, turni 2 vite nga puna. Me që policët ikën, edhe kapi ngerin në dorë tonë, thamë, po mirë gjonëm, ata shokët tonë që janë atë në Biruc, po shkojmë, hapin Birucët, të nxjerrëm edhe hapë, pëse rrimë Biruc. Kur u turëm ne, me hapë Birucët, roja i Karakodit me kalash, filloi të qëllonte, po fali nuk e kapi njeri, i nxorëm nga Biruca. Në mramje, 20 një zjarëm. Këto drejt kanë në thyre stendat e emulacionit socialist, ishin 6 të burgosën. Skënder Daja i cili ishte në krye të punëtorëve që vishin nga turni 2, që ai pikërisht që u bë nisëmtari i gjithë revoltës me fjalët e tij, na keni vesh në me zeza, poshtë komunizëm, tradhtarta dheut, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, parullat të kësaj natyre. Dëshmia e Skënder Dajës në hetuesi. U ndola pak më përpara i shkputur nga turma dhe kam thënë, po është komunizmi. Na mbani kot në burgje. Jemi dënuar padrejtësisht. Ne si jemi kriminal siç na pandehni. Duam liri. Ushtarëve ju kam thënë, mos qëlloni kundër nesh. Ne s'kemi punë me ju. Edhe ne fshatar të varfër si ju. Edhe punëtor kemi qenë. Nuk jemi kriminal si që propagandojnë. Kur unë flisja kështu, të dënuarit e tjerë brohorisin me shprehjen. Ushtëria është me ne. Ma aktivi ka kanë Skënderi Daja, Shaib Saiti, që ka kanë Kydrevish Bejko, që më ka këthuj mu, këta kanë ma aktivat aty. E mund flasin dikush të adorën, këta kanë kryesor, ne Skënder Daja i vogli. Cupili kanë thënë, e kena thirë Cupili. A i ka kanë Shaib Saiti, edhe Drevish Bejko kanë kanë. Vazhdimisht është folë për historitë e burgjeve shqiptare që du të bëhen histori që t'i njohin të rinë. Ka shumë rëndësi që t'i njohin të rinë brezat, gjeneratat, në mënyrë që këto ngjarje të mos përsëriten. Është mirë që ato t'jenë edhe të përshkruar në librat e historisë, pra qoftë shkolla e nëntëvjeçare, por edhe të shkollat mesme, edhe shkollat të larta. Në fakt, gjithë organizmat që merren me shoqërinë civile që janë marrë me burgun e Spaqit edhe me Institutin për Kacë e tjerë, dhe sidomos IDMC-ja, ka bashkërenduar punë me gjimnazin e Rrëshenit. Dhe është një punë e shkëlqyer e bërë nga mësuesja Valbona Reqi me një kast të rinj të gjimnazit të Rrëshenit që kanë qenë në rolet e protagonistëve të asaj ngjarje të madhe që e sillin si thush nën rrëfimet e Gjetgaderi, që është një person kyç i ngjarjes, sidomos është ky që ka propozuar që të ngrihet flamuri në atë kohë, që ishte një burgos politik, që të ngrihet flamuri kuqezi pa yllin mbi të. Kështu që ky dokumentar, pra nga IDMC-ja, i mbështetur nga Fondacioni Konrad Adenauer, vjen pikërisht përmes lojës, po them lojës aktoriale të nxënësve të Rrëshenit. Unë e kam parë edhe nga afër, edhe xhirimet, por kam parë edhe një moment improvizimi
dhe është një aktrim i shkëlqyer, po mbi gjitha aktrimet e tilla nuk mbeten thjesht aktrim, po mbeten në kujtesën e të rinjve sidomos, sepse vuna re që ata e përjetuan gjithë ngjarjen sikur të kishin qenë në ato vite. Gjithsesi, për të mos vazhduar me fjalët e mia, ndiqni edhe këtë dokumentar. Me skodrave të zhveshura të Mirlitës, fshihet ish reparti 303, njohur ndryshe si Kamp Burgu i Spaçit. Këtu, më 21 maj të vitit 1973, shpërtheu e para revolt ndaj diktaturës komuniste. Ka shumë versione mbi revoltën e Spaçit, se si nisi, kush ishin organizatorët, kush e ngriti flamurin pa yll, si u shtyp revolta. Ky dokumentar bazohet tek dëshmia e ish të burgosurit politik në Spaç, Gjet Kadeli. A është e vërtet se flamuri u qullua me plumba? Jo, nuk është e vërtet. A është e vërtet se e keni ngjyrosur flamurin me gjakun tuaj? Jo, nuk është e vërtet. Kontrolloni durt. A është e vërtet se të burgosurit mund të futnin lëndë plasëse në burg? No, nuk është e vërtet. I lindur më 1942 në një familje nacionaliste, Kadeli do të provonte internimin në kampin famkeq të Tepelenës, kur ishte ende fëmijë. Nga viti 1972 deri më 1987, ai do të vuante dënimin politik në kampe pune dhe burgje të ndryshme famkeqe, ndër të cilat Burreli dhe Kamp Burgu i Spaçit. Misioni i jetës së tij është të dëshmojë historinë që ka përjetuar në burgjet e komunizmit në mënyrë sa më objektive. Por cila është, sipas Gjet Kadelit, e vërteta e ngritjes së flamurit që i dha një karakter politik revoltës së Spaçit? Ja si e kujton ai. Revolta e Spaçit ka filluar me 21 maj 1973, ka qenë ditë e han, roja e shërbimit të mbrëmshëm, turni të ret, bante zgjimin, dhe masi bante zgjimin, shkonte ke birucat për të nxerrë për nevojat personale ata të burgosur që ishin të dënuar në biruc. Roja e mbrëmshme harroi me i vu qelsin asaj portës së rrethimit të birucave, dhe i burgosur një Palzefi që ishte në biruc në fund të muajit dytë, ai e shfrytëzoi këtë rast edhe e hapi dhe doli erdhi në kamp. Roja e mbrëmshme atëherë ka njoftue oficerin e rojës, Fejzi Liqe. Rreth orës së 6, operativi futet mrena bashkë me një grup policësh, u fut mrena në kamp, shkoi atje afër taracës, e thrasin Palzefin, Palzefi nuk ngjon, atëherë policia përdori dhunën me e marr. Gjatë përleshjes së policëve me Palzefin, atëherë të burgosurit politik u futën për të shpëtuar Palzefin dhe plasi grushtin mes policëve dhe të burgosurit. Dhe në këtë kohë, grushtat e të burgosunve nuk kursyen as operativin Fejzi Liqen, kapelja e të cilit i ra në tokë. Masi operativi e pa veten të munun, atëherë mori kapelen e vonin kokë dhe ju dha urdhën policëve për me dal nga kampi dhe kështu u ba. Rrof Shqipëria e lirë! Rrof Shqipëria e lirë! Rrof liria! Rrof liria! Në orën 17 masdite, unë kam qenë për paramencës, futet në kamp shefi i sigurimit të rrethit Mirlitës, Gjergjezefi, i shoqënuar me një grup policësh, bin poshtë ke zyra teknike, thrasin Palzefin, dhe Palzefi ka shkuar vetë në zyrë teknike, se ka marrë kush me dhonë. Ka ndalë prej zyrës teknike, shefi i sigurimit të rrethit Mirlitës përpara, Palzefi mas ati me dur, i lidhën me dur mrapa, dhe mas palit ishin një grupi policëve dhe e nxorën në komandë. Dhe prej këtij momenti nuk kemi informacione se ku e kanë qu Palzefin.
rreth orës 8:30 e darkës, shoh një zarm të madh që kishin nezur të Burgosunit dhe ishin ndoshta 10-15 të Burgosun që po nxeheshin ke zarmi. Atëherë unë u vesha, rash për shkallë poshtë, kur shoh aty në fund të shkallëve 6 të Burgosun që po theshin stendat e emulacionit socialist dhe po i fushin zjarr. Thymja e stendave të emulacionit socialist unë e konsiderova të karakterit politik. Dhe aty unë njoha ke grupi që po theshin stendat, njoha 3 të Burgosun, e mi ngjokën nga Kuksi, i burri 60 vjeçar, dhe Meret Shoku e Dot Bardhi nga Mirdita, që po theshin kornizat dhe po i fuqin në zjarr. Në këtë moment që unë po menosha se si me veprue për t'i dhënë karakterin politik, me ngrejt flamurin pa yll, vjen Bedri Çoku dhe mas i mëra shpatullave, tha... A jem mirë? Po me mirë jem, a shiko se që përbohet. Po, këtë gjarë dhe ta marrë vesh në baba jetë në Amerikë. Po le ta marrë vesh baba jem në Amerikë, le ta marrë vesh e gjithë bota. Ne jemi të burgosur politik, duhet të japim karakter politik revoltës. Duhet ta ngrejmë flamurin pa yll. Po flamurin ku do ta marrim? Po do ta bëjmë vetë. Si do ta bëjmë? Shkoj herë ke biblioteka, merri metër pesë kuqe, po mos e tërgo kujt për çka ke. Po, sigur mos ma japin unë. Ma ka pru nana një organ kur më takoj me 6 muaj. Presim me copë aty, e bëjmë flamurin aty. Po ti, shkoj herë ke biblioteka. I thash të shkojsh atje, mos e kallëzon njeriut se për çfarë e dum atë bezën e kuqe. Dhe mas 5 minutash Bedriu ka ardhë, i shoqënuar me 2 vetë të tjerë, të dy unë nuk e njihshëm, ta dy. Njëri prej tyre kishte bezën e kuqe në dorë dhe ma dha mua bezën e kuqe. Me qenë se Bedriu nuk e majti fjalën që mos me i kallëzue kuj, natyrisht se ky këtyne 2 vogël kishte kallëzue. Edhe unë e pashtë arsyeshme që ta ngrejmë sa ma shpejt flamurin për arsye se ishte përforcuar roja e mbrëmshme, ishin 4 policë që vishin vërdall në përkamp. Ta bëjmë fakt të krym para se sa me na kap policia. Pa u konsultu ma me Bedriun, bezën e kuqe, kam marrë 2 copa lesteli edhe do tela që ishin si për gazermës që ishe për para pallatit, jemi ngjitur në katin e 3, në trekanshën e katit 3, në kryet shkallëvet, unë kam marrë bezën e kuqe, kam nxerrur nga xhepi 6 thoma, kam hekur në allanën e kamës së gjatë dhe me takën e allanës kam ngjitur me thoma bezën e kuqe. Dhe në trekansh kam ngjitur atë shtinë me flamurin ta, e kemi ngrit flamurin deri sa flamuri të dilte si për taracës që të shifesh në komandë. Në kohë që unë po e lidhë shëmtelin e fonit, pra kam lidhë me 3 tela, Bedriu ka bën një thirrje aty në të Burgosun që ishin taracë e në borrin e pallatit, një ura për flamurin. Manej, më thot njëri nga të Burgosunit, ka ardhë Kasem Kaçi. Kasem Kaçi ishte drejtori i policisë së Republikës. Edhe mas pak është dhënë urdhri nga komanda, policia e shërbimit të mbrëmshëm të dalë lart. Dhe 4 policët kanë marrë udhën e kanë dalë lart në komandë. Mas e kanë dalë policët në komandë, unë kam shku ke shtrati. Jam ullë, mas pak minutash, një gjova një bërëshni automatikë. Dhe jam shuhe përsëri e kam dalë nalt atje, unë pashtu u zbritun të Burgosunit, atëre kush ishin ta? Një grup të Burgosunish, mas e kanë dalë policë jashtë, kanë shkue, kanë kapërcë atë rrethimin e telave me gjema dhe kanë hapun derën e birucave dhe i kanë nxjerrur gjithë ata të Burgosun që i patën fut në mjes në biruc që jenë përplasur me policinë. Masi
të Burgos, grupit Burgosve nëzori nga Biruca, ata të Burgosun që u përplasën me policinë në mëngjes. Atëhere, unë mendova që nuk ka për të hyma policë mrena, pra policë të shërbimit të mrenshëm. Shkova takova Mersin Vlashin dhe i thash Mersin Vlashit. Flamur në kam ngrit pa e vu shgaben. A ke boj për të ban? S'kam shumë boj, vetëm se me e bo skicën shgabës. Po mirë mjafton. Leje sot, në meru nesë më des me ta. Të nesë në mjesë mas orës 8. Mersini është marrë me atë punë. Në mjesë kam pa Mersinin që e kishte hekun, Flamurin, dhe ishte i shoqënuar me 2 apo me 3 të Burgosun, por kam njoftun vetëm njërin që po nimonte Mersinin. Ai kishte kapur në 2 anë bezën e kuqe dhe Mersini po vepronte të e pikturue. Ky ka qenë Demir Pojani që po nimonte, 2 tjerë nuk i majmen. Masi e ka pikturue, atër e kanë gjitën aty ku e pata në gjitën. Por, ngritja Flamurit në orën 9:30 të mramjes së datës 21 maj, aja ka kry funksionin e vetë edhe pse ishte pa zhgab. Mbas orës 9 të datës 22, në oborrin e pallateve, vjenem takon Sami Danglia dhe më drejtohet me gisht në formë urnose, gjetë vëre deri tani. Shko ke shtrati, e rri ke shtrati ytë, se kjo ngjarje nuk do të kaloje pa mish. Dhe me taman, ky deklarim që më bani Sami Danglia ishte një profetësi e Sami Danglis, për arsye se ajo ngjarje mori jetën e 4 djemve të ri. Në horizontin e kampit, në atë lugin shumë të ngushtë, vinë disa qindra apo mia korba dhe sorra dhe silleshin rreth e qartë kampit. Ajo britma e tyne e qerë, ajo ishte si paralajmërim o gurzi për të burgosunit politik dhe ashtu doli. Mas pak kohësh atëre dalin një grup oficerash nga komanda edhe vinë për para derës ku na futeshim mrena. Aty, me këtë grup oficerash ishte zëvendës ministri i Mbrëmshëm Feqar Shehu, ishte Bako Dervishi, komandanti i korpusit të Borrelit, i cili ai gjitha makinat ushtarake dhe ushtarë që ishin mrena të ishin të korpusit të Borrelit. Dhe oficerat e tjerë të cilët nuk e njihshin. Dhe aty filloi një farë dialogu të vogël në mes të burgosunve me Feqar Shehun. I pare që e filloi ishte Paulin Vata, malsor nga Shkodra, manej ka folun Nuri Stepa, manej ka folun me Feqar Shehun me një gjuhë të ashpër, Hajri Pashaj. Nga jeti mër djallë? Unë jam nga Mallakastra. I kujt jeti në Mallakastër? Jam djalli i Zenel Braushit. Baba yt ka pasvarë edhe mace. Ka çka ti lishte, tani ta rregullojën ty qefin. Ti nuk ke çfarë të më bësh. Vetë të më rruash trapin. E nëse ke vendosur të më përshkatosh mua sot, nesër do të përshkatojë në Verhojës aty. Për këtë fjalë, Feqar Shehu e ka futur në listën e përshkatimit. Edhe kjo na del në praktik profeci e Hajri Pashajt se pa i mosh 10 vjetët në Verhojë përshkatoi edhe Feqar Shehun. Ditën e mërkurë, me 23 maj, komanda dha urdhën të gjithë të burgosunit politik të ngjiten lart. Nga të burgosunit politik, vetëm 4 të burgosun nuk pranon me ardhë atje nalt. Një grup policësh me uniform të zezë, të specializum për terror, të ardhur nga Tirana, kanë hyrë në kamp edhe kanë përdor dhunën kundër atyre 4 të burgosunve që nejtën Tarac, 2 ja majmen emnat, ka qenë Dervish Bejko dhe Dashnor Kazazi, dhe masi i kanë nxerrur ata me barrela nalt, ka dalë komisari i kampit me lista shumë emnore në dorë dhe ka filluar me lexu emnat e të burgosunve që komanda kishte planifikue për t'i ndëshkue. E kështu, filloi lista e parë,
Ai burgosun që i dilte emni, ishte i detyruar me uqua me shku ke policia, atje e priqin hekurat edhe dhona e policisë dhe i hidhshin, mas e lidhshin pra, e hidhshin në makinë, ashtu sikur me hedh në një thes bereqet apo kërcuna droni. Filloi lista e dytë, mas listës së dytë, filloi lista e tretë, aty vuna rejon mas listës së tretë, se ishte edhe një listë tjetër që kishte komisari, në fund të listës tretë, të desh me e kalu atë listën tjetër, i thirri komisarit ne me nëj feqërsheu, o Shahin, mjaft mos lexon, ke lexu boll. Ishte përzgjedhur nga komanda 12-shja e parë, të cilët do të bëhesh gjyqi special në kamp. Ajo 12-shja e parë ishte për ekzekutim. Por nuk ndodhi ashtu. Hetuesi dhe gjyq ka qenë gjatë gjithë natës. Kryetari i gjyqit e kishte emrin Ilmi Telegrafi, ndërsa prokurorin nuk e majmen. Në mëngjes është dhënë vendimi për 12-shën e gjyqit special, ku 4 u dënuan me pushkatim dhe 8 tjerë me vite dënimi të ndryshme. 4 që u dënuan me pushkatim kanë qenë Alzeri, Hajri Pashaj, Dervish Bejgo dhe Skënder Daja. 8 me dënime të ndryshme i kanë hypë makinë dhe i kanë shu për burrel. 25 maj, si zakonisht, në mëngjes në nxerrin në punë. Kur shkojmë ke galeria, ke dera galerisë, polica ditë ishte Mark Bruqi, mirëditor. Mark Bruqi më thirri mu, unë kishem edhe lidhje gjaku me Markun në fakt. Edhe, o gjithë ka deli, hajde pak këtu, shkova, më tha qartë u desh ty që ngënit e flamorin. I thash, s'kam ba asgjë une. Ashtë e drejta jo dhe ta pranosh dhe mos ta pranosh, unë sem të të ba gjyq ty, të të ba hetuesi ty, por t'ja dish për ne Gjergj Zefit se ajt ka hequr nga lista e parë. Me thonë të drejten, edhe sot, unë nuk kam informacionet të sakta për atë deklarim që më vani polici atë ditë. Efekti negativ ka qenë urdhni që janë dhënë Recep Laznit nga Konstantin Papa, që unë nuk e dishëm në fillim, për me djek flamorin. Flamori s'duhet të digjesh. Ata që janë marrë me këtë punë, flamorin e kam nga një tone. Flamori nuk ka qenë jemi. Flamori ka qenë flamori komik shqiptar. Dhe në asnjë mënyrë, flamori s'duhet digjesh, ai duhet ishte objekt prove. Që është ngrit flamori. Flamori në spash, flamori që kemi ngritur në spash ka valvitun aty nga ora 9:30 e darkës së datës 21 deri në 8 të mëngjesit të datës 23, që i takon 35-36 orë.